Gjithsesi, sot në magazinën Bonbon do të ndalemi tek një temë vërtet e rëndësishme shoqërore. Në përgjithësi ne do të flasim për autizmin, por më konkretisht do të ndalemi tek qasja jonë si shoqëri ndaj autizmit. Kënaqësi që këtu në studio të kem psikologën Aile Rustolli Hoxha, të cilën do e kemi këtu në studio dhe do të na tregojë në detaj rreth asaj se si ne e trajtojmë autizmin, si po trajtohet në tërësi dhe çfarë është konkretisht. Dhe në një linjë të drejtë për drejtë, ne do të kemi edhe sociologën Batije Sulejmani Kërçeli, e cila do të na inkuadrohet vetëm në pak minuta. Atëherë, faleminderit për kohën që ndohat për qenë pjesë e kësaj bisede. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Unë konsiderova se sot do duhet të flasim për këtë temë që realisht është shumë e rëndësishme në Aile. Ndoshta e mirës është që të fillojmë të flasim në aspektin shoqëror, jo vetëm në atë individual. Pajtoheni? Patjetër. Atëherë fillimisht do ndalesh aty pjesa që do të thotë autizmi është një çrregullim neurobiologjik, i cili karakterizohet me vështirësi në fushën e komunikimit, në fushën e ndërveprimit social dhe interesa apo lëvizje përsëritse do të thotë të theksuara. Çdo person ose çdo fëmijë me autizëm është aq specifik dhe aq unik në mënyrën se si do të thotë i ka ato karakteristikat apo do të thotë e tia. Si shoqëri, mendoj se termi autizëm është keq kuptuar, madje do të thotë më po dëgjoj edhe prindrit për çdo gjë, do të thotë po japin atë shqetësimin se a është autizëm për çdo vështirësi të cilën e ka fëmia, të cilën mendoj se është një fenomen të cili duhet të trajtohet edhe të mirë informohemi, do të thotë si në aspektin do të thotë e vështirësive të cilët mund të shfaqen fëmijët me autizëm, po ashtu edhe trajtimi do të thotë të tij. Pra autizmi gjatë kohës së fundit shkak edhe i dezinformatave të shumta, po keq kuptohet e thatë, por cila është mënyra më e saktë që ne si prindër të dimë se çfarë është dhe si ta trajtojmë, ose si të kuptojmë ato shenjat e para dhe më pas të punojmë më shumë në mënyrë që të kemi një sukses. Atëherë, shenjat apo vështirësitë e para të autizmit mund të vrehen qysh herët, do të thotë ne si profesionist ndoshta mund të identifikojmë për shkak të informata të duhuna, mirë po tek fëmijët pas moshës 2 vjeç, kur fëmia nuk e ka zhvilluar komunikimin krahas moshatarëve në fushën do të thotë në të kuptuar dhe në të shprehur, ku nuk reagon kur thirret në emër, nuk tregon interesim ndërveprim me botën që e rrethon. Kemi të bëjmë do të thotë me fëmijë i cili nuk ka nuk tregon për shkak se fëmia ka lidhje emocionale, mirë po nuk arrin ta shfaq atë atashimin, lidhjen emocionale. Nuk luan lojë me fëmijët e tjerë, nuk ndërvepron me ta. Do të thotë kemi do të thotë lëvizje përsëritse të duarve të trupit si formë e vetrregullimit, do të thotë si vështirësi për t'i menaxhuar emocionet e tyre, do të thotë shfaqin këto vështirësi. Ku pas moshës 2 vjet e gjysmë, fëmijët do të thotë intensiteti i vështirësive shkon edhe duke u rritur, atëherë rekomandohet që të realizohet një konsultë psikologjike apo një vlerësim psikologjik me profesionist të fushës me qëllim do të thotë të marrjes së informatave dhe të identifikimit do të thotë se ku po qëndron fëmia me zhvillim, çka është e nevojshme të punohet, nëse është e nevojshme do të thotë të fillohen seanca stimuluese terapeutike që do të thotë fëmia të zhvillohet aty ku i ka vështirësi do të thotë në fushat e zhvillimit. Mirë po, diagnostifikimi i autizmit nuk realizohet herët në moshë të hershme, siç po dëgjoj nga prindrit për çdo vështirësi të cilën e ka fëmia mos ka autizëm. Jo çdo vonesë në komunikim ka të bëjë me autizëm. Jo çdo fëmijë i cili është më energjik është hiperaktiv ose është me autizëm, për shkak se këtu të dyja shpesh mund të bashkëndodhen si vështirësi. Andaj do të thotë prindrit normalisht për shkak se dojnë më të mirën për fëmijët e tyre, po edhe për shkak të shqetësimit të tepërt, do e kisha theksuar që do të thotë po ndërlidhen shumë lehtë me çrregullimin e spektrit të autizmit. Andaj konsulta apo realizimi një vlerësimi psikologjik me persona kompetent kam ju ndihmu prindve që mi marr informatat e nevojshme edhe me ditë do të thotë se ku janë, për shkak se shumë fëmijë
të cilët është dyshu për elementet të spektrit, kur është fillu stimulimi terapeutik, fëmija ka ditë mi zbe ato vështërsi edhe me dal nga spektri. Do më thonë që aty është evidentu që nuk ka pas të bëj me çrregullimin e spektrit të autizmit, mirë po një vështërsi në komunikim apo me çrregullimin e do të thotë vëmendjes apo hiperaktivitetit. Do të thotë jo të gjithë fëmijët hynë në këtë do të thotë çrregullim edhe për atë arsye unë inkurajoj prindërit që të mos nguten të dalin në konkludime do të thotë rreth vështërsisë të cilën mundet me pas fëmia. Më vjen mirë që e potencohet këtë pjesë sepse edhe unë jam një nënë e re tashmë dhe kam lexuar shumë, jam munduar që të informohem deri në detajin e fundit sa i përket kësaj, për faktin se të gjithë duam që të dimë më të mirën e fëmijës sonë. Por këto rrjetet sociale, sidomos platforma TikTok, do më thonë nuk bën të hysh, të kërkosh diçka dhe më pas do të kesh përgjigje nga më të ndryshmet. Kjo besoj ndikon edhe në aspektin se si këta persona trajtohen tek prindrit që ndoshta kanë fëmijë të tillë dhe disi janë në më dyshje edhe rreth asaj se a janë duke trajtuar fëmijën në mënyrën e duhur. Dhe patjetër shoqëria do të thotë mënyra se qysh na e shohim fëmijën ndikon faktikisht edhe në atë stigmatizimin do ta thoja të prindit në mbylljen më herët për shkak se kemi një vetëdijsim më të madh fatmirësisht të shoqërisë tani. Mirë po më herët ka pas prind të cilët e kanë pas sfidë me dalë jashtë me fëmijën, vetëm pse fëmija ka qenë spektrin e autizmit, ka pas prind i cili do të thotë ka dosht më mirë, ka thonë me qëndru brenda edhe mos me dalë, ose gjithmonë është kryqëzu prej shoqërisë në atë aspektin që e pse s'po folë. Do të thotë ne si shoqëri, mënyra qysh do të thotë e trajtojmë një prind të një fëmije edhe një fëmijë me autizëm do të thotë luan një rol shumë të madh. Unë së fundi kam realizuar një video që e kam postuar në faqen time në Facebook me një fëmijë me vështirësi zhvillimore, ku do të thotë ajo nona ai ka specifiku qysh janë kon vështirësitë e para, qysh përmes punës terapeutike fëmia ka pas një progres të jashtëzakonshëm edhe se sa e pavarur është vajza sot. Mendoj që u ka një vetëdijsim edhe një frymëzim për të gjithë prindrit të cilët kanë fëmijë me vështirësi zhvillimore, do të thotë për shkak se me stimulim, me intervenim të hershëm, edhe vështirësi do të thotë më të mëdha kanë një progres të jashtëzakonshëm. Pra, rrjetet sociale, të gjitha këto mjetet e informimit ndonjëherë dinë që të krijojnë edhe keq interpretime. Po, ka do të thotë shumë keq interpretime, do të thotë rreth çrregullimit të spektrit të autizmit. Fatmirësisht janë realizuar edhe janë realizim ende shumë studime. Për shembull ka qenë ai keq interpretimi që vaksinat shkaktojnë autizëm, ku shumë prindë e kanë pas atë angthin se a mja dhonë fëmijës vaksinën a jo. Së fundmi do të thotë prap janë realizu do të thotë studime ku e kanë konstatuar që vaksinat nuk e shkaktojnë autizmin, andaj do të thotë prindrit mundën mja dhonë fëmijëve vaksinën. Në anën tjetër do të thotë janë diskutu vazhdimisht çka po shkakton autizmin, do të thotë është ndalë te aspekti do të thotë gjenetika, faktori mjedisor, do të thotë të gjithë një farforme janë kontribues, mirë po shkenca nuk ka mujt me dalë me një konkludim që me thonë që vetëm ky faktor po shkakton autizmin. Ose tek prindrit që po dëgjoj e shikon televizorin, ka do të thotë ndërlidhet me çrregullimin e spektrit të autizmit. Patjetër që fëmijët nuk duhet të ekspozohen para ekranit sipas studimeve, do të thotë deri në moshën 3 vjeç, do të thotë rekomandohet që asesi mos mu ekspozu për shkak që fëmia ka të nevojshme ndërveprimin me persona rreth për me mësu. Edhe një farforme me qenë do të thotë të gjitha shqisat në funksion për më kriju ato lidhjet nervore në tru edhe për me mësu fëmia sa ma shumë. Andaj do të thotë ka shumë keq kuptime, mirë po unë prindrit i kisha inkuraju që para se me ardhte çaj konkludimi, për shkak se ka raste kur kam pyetje prindi më thotë fëmia nuk po fol, a ka autizëm. Na fillimisht nuk mundu me dalë një konkludim, do të thotë pa e observu fëmijën, pa e realizu një observim klinik, pa marrë informatat, do të thotë detajume prej anës, edhe nëse dyshohet për çrregullimin e spektrit të autizmit, referohet te persona kompetent për diagnostifikim.
Mirë, po do të pas moshës 4-5 vjeç realizohet një diagnozë ku mundet mu specifiku. Jo më herët për shkak se fëmijëria e hershme është do të thotë aq dinamike dhe ka aq ndryshime të shpejta, saqë do të thotë edhe prindërit mundën mu befaqësu për progresin që mundet me pas fëmija. Naile, a është të trashëguar autizmi? A është diçka që trashëgohet? Atëherë, ka pas studime të cilët do të thotë e specifikojnë që edhe gjenet luajnë një rol të rëndësishëm do të thotë në aspektin do të thotë e autizmit, mirë po nuk specifikohet si i vetëm. Për shkak se edhe faktorët mjedisor din ta vështërsojnë. Së fundmi janë do të shumë duke realizu këto studimet me metalet e rënda edhe toksinat, ku do të tek fëmijët me autizëm është specifiku që një ndër metalet do të më të rënda që gjendet është niveli lartë i mërkurit, e pastaj edhe të tjerat, mirë po edhe shkenca ende nuk po mundet me na dalë me një përgjigje konkrete dhe me thonë që kjo është do të të shkaktari apo faktori këtë do të që shkakton autizmin. Do të din edhe të jenë një kombinim i faktorëve që ndikojnë. A kemi një njohuri mjaftueshëm për autizmin, si që është si shoqëri, domethënë, në Kosovë? Më shumë po mendoj për momentin që kemi dezinformata, se sa ka do të fatmirësisht rjeti i informacionit është rrit, mediat janë të diskutu vazhdimisht, mirë po ndoshta për shkak të ankthit të prindve edhe rritjes dukurisë do të shfaqjes e autizmit për shkak se në Amerikë tashmë është prevalenca 1 në 33 fëmijë, që është një numër shumë i madh, domethënë rritje shumë e madhe në aspektin e shfaqjes së fëmijëve do të thotë me autizëm. Për shkak se prindrit ndoshta pe kanë atë stresin, atë ankthin se si po shkon fëmia, çdo gjë po ndërlidhen me këtë vështirësi. Në Kosovë fatkeqësisht nuk ka statistika do të për këta fëmijë, mirë po ndoshta keq informimi prindërve po bën që ata me dyshu ose mu friksu për çfarë do vështirësie të cilën e ka fëmia me dyshu për këtë do të çrregullim. Unë në një postim që pash në për rrjetet e huaja, lexova se ata që po preken më shumë me këtë stigën, po them kështu, është gjinia maskullore. Po. Pse? A ka ndonjë studim të veçantë apo? Po, zakonisht do të edhe tek studimet të cilat realizohen djemt janë të prekur 3 herë më shumë se sa vajzat. Kjo mundet me qenë si rezultat i kombinimit të gjeneve, ne e dim do të thotë për shkak se kombinimi i gjeneve din me një farforme me shkaktu një numër të madh të çrregullimeve apo vështirësive të ndryshme. Mirë po, nuk është specifiku ende pse të djemt më shumë e të vajzat më pak. Mirë po, është do të thotë shkencërisht e vërtetuar se djemt janë më të prekur në do të thotë në këtë vështirësi dhe vështirësitë e tjera zhvillimore. Zonja Kërqeli, përshëndetje, po ju drejtohem Bahtije më mirë. Përshëndetje, po s'ka problem. Atëherë besoj se patët mundësi që të dëgjoni një pjesë të bisedës që realizuam edhe me psikologën në studio. Unë do doja një kënd vështrim tuaj në sociologjik se si reflekton shoqëria jonë ndaj këtyre çrregullimeve, domethënë a kemi mjaftueshëm njohuri, si do duhet që t'ja bënim në mënyrë që ne të mos bien prej dezinformatave? Jo, fatkeqësisht nuk kemi çast shumë njohuri si për shumicën e çrregullimeve të tjera as edhe për autizmin. Unë do ta kisha quajtur këto si diverzitet, edhe nuk është dashur me u pa shumë ma shumë si çrregullim, po fatkeqësia jonë është që kemi pak probleme me informimin, sepse tash e përmendi edhe psikologja që rrjetet sociale janë jashtëzakonisht involvume në këto tema, edhe po e japin një informacion të gjerë për masën, po kishte qenë mirë me ditë mi selektu edhe me marrë ide konkrete prej psikologëve, neuropsikiatrëve, dhe jo për shembull përvoja të prindve që kanë mendu se i kanë fëmijë me autizëm, sepse jo krejt prindërit të cilët e mendojnë që fëmija i tyre po kalon ose po preket prej spektit autik janë të vërteta. Janë disa ndoshta zhvillimi pak më i vonshëm gjysor e tjerë që i çojnë prindërit me menu se
fëmija e tyre po preket me autizëm, po nuk është vërtet i diagnostifikum. Kështu që kishin mirë që informatat të cilat i marrim na si shoqni, me qenë të selektume dhe me i marrim informatat vetëm prej profesionistëve të fushës, e jo prej çdo blogeri, influenceri ku dione që del rrjetet sociale dhe merr kompetencën me fol për këto tema. Se mandej krijohet në shoqni një farë konfuzioni që realisht nuk dim qysh me përcaktu as autizmin e as këto të tjera rregullimet që fatkeqësisht nuk dim fare me i përcaktu çka janë, qysh shfaqen etj. Pra, po thoni se është një farforme edhe faj se s'kemi diskutime të hapura rreth këtyre gjërave në mënyrë që ne edhe keq informohemi në këtë rast. Pra, do duhet që... Po, menoj që kishin mirë për shembull këto tema me u bisedu edhe në shkolla. Kishin mirë që për autizmin me fol, pra po thënë, vetëm kompetente të cilët e njohin 100% fushën, edhe kanë kompetencë të plotë me fol për këto rregullime. I shkon mirë që me diskutu për autizmin në format ma profesionale të mundshme. Mandej, kishin mirë që përveç shkollave me nxit dhe kampanja sensibilizuese, të cilat kishin me rrit informimin në masë rreth kësaj gjendje, të cilën e kemi mjaft prezente edhe na. Po, unë për shembull shoh edhe problematika të tjera që prindrit janë shumë, aktualisht kohëve të fundit, po i shoh që janë shumë të prekun edhe me këtë idenë se nuk duhet me vaksionu fëmin kundrejt frutit, është një kombinim që jepet në moshën 1 vjeçare, merret edhe në klasën e parë, edhe gjithmonë e diskutojnë këtë temën që ajo është nxitsi i autizmit. Me sa di unë, autizmi është gjendje e cila është kromozomale dhe nis prej fetusit, do më thonë prej kur fëmija është fetus, nuk ka të bëj fare me këtë rrjedhje. Nëse ka autizëm të fitum, besoj që ka autizëm të fitum në kontekstin e përdorimit dhe abuzimit me rrjetet me telefonat, sidomos fëmijët, po jo deri në ato masa, sepse prap autizmi është spektër shumë i gjerë, ka shumë dimensione. Batje, me qenë se përflasim për keq interpretime, dezinformimin, si mund të ndihmojnë në këtë rast profesionistët apo dhe institucionet në mënyrë që të korrigjohen të gjitha këto dezinformata? Mendoj që sa ma shumë që kjo temë flitet, sidomos në televizionet dhe ku njerëzit kanë qasje edhe në rrjetet sociale, po duhet me u folë prapë edhe njëherë prej profesionistëve dhe duhet me qenë çështje e cila merret me seriozitet. Edhe kampanjat vëdësuese, edhe kampanjat nëpër shkolla, për shembull me informu mas pari mësuesit e mandej fëmijët, sepse ka edhe mësues që për një lexim gabim një fjalie e merr kompetencën edhe ta bën ta që domethënë fëmin ai vet me diagnozë për autizëm. Edhe këto duhet me u rishiku mirë edhe me shku hapas hapi deri te informimi sakt, korrekt, edhe me marrë vesh saktësisht çka është autizmi, çush duhet me u trajtu edhe çush na si shoqni duhet me u sill në raport me këta persona. Naila, pajtojeni me atë çfarë tha sociologja? Po, pikërisht mendoj që rrjeti i informativ do të thotë ende duhet e murrit edhe ma shumë edhe me u diskutu. Unë një gjë që e kisha shtu të cilën e harrova pak më herët me theksu, autizmi nuk shërohet. Për mu shëru, do të me qenë sëmundje. Është një gjendje do të neurozhvillimore. Andaj, unë do të të kisha theksu që autizmi trajtohet. Jeta e persona me autizëm përmirësohet dukshëm kur fillohet do të puna do të terapeutike apo stimulimi hershëm qysh në vitet e para të jetës. Ka shumë persona me autizëm të cilët arrin të pavarësohen, do të edhe të zhvillojnë shumë shkatësi, qoftë ato akademike, apo shkatësit personale, edhe bëhen edhe gatshëm për jetë. Do të vetëm këtu deshta me vu theksin për shkak të keq kuptimeve apo keq interpretimeve. Që mund t'jenë më pas. Patjetër. Naile, po sa ndikon gjuha që ne përdorim në përjashtimin ose përfshirjen e personave me autizëm? Gjykimi apo stigmatizimi i prindërve fillimisht i bën ata që një farforme mundi më të mbyllur, më të izoluar. Mirë po në anën tjetër, pranimi se personat, edhe personat me autizëm janë pjesë e shoqërisë, është e vërtetë që ata e perceptojnë botën më ndryshe, i kanë vështirësitë e tyre, mirë po
munden me qenë pjesë e një institucioni të rregullt arsimor, munden me qenë pjesë, do të me shku vetë në shkollë, mu inkuadru, do të ka fëmijë të cilët realizojnë detyrat vetë, qëndrojnë në klasë vetë, ka fëmijë të cilët ju duhet asistentja do të për mu inkuadru, mirë po më rëndësi që ata munden me qenë pjesë e shoqërisë, bashkë me vështërsitë e tyre do të mi pranu ashtu si që janë. Po, sa është e rëndësishme ndërhyrja dhe mbështetja e hershme? Më konkretisht, çfarë roli luan këtu familja? Atëherë, këtu do e kisha theksu luan rol të rëndësishëm roli i prindve. Prind të cilët do të e vrejnë apo identifikojnë që fëmija e tyne është pak më ndryshe se fëmijët e tjerë, apo fëmija e tyne po ka një vështërsi krahas moshatarëve. Do të momentin që ata realizojnë një vlerësim psikologjik apo një konsult psikologjike, identifikohet se ku janë vështërsitë edhe fillot stimulimi i hershëm. Vitet e para të jetës janë kur truni pranon shumë informata. Edhe në momentin që intervenohet herët, suksesi është shumë i madh. Nuk po them se do të ka edhe fëmijë të cilët është intervenuar më vonë, ndoshta për shkak të mos informimit të prindërve, mirë po në vitet e para kur fillon stimulimi i hershëm, fëmijët kanë progresi në fushën e komunikimit, në të kuptuar, në të shprehur, në ndërveprimin social, edhe në shkatësi do të e përditshme. Batje, por a jemi shoqëri paragjykuese kur bëhet fjalë për gjëra të tilla? Po, fatkeqësisht jemi. Në shumicën e paraqitjeve të mia publike gjithmonë e vnoj theksin te çështja që jemi shoqëni shumë më e palexueshme se sa shoqënitë e rajonit e lere më shoqënitë e Europës. Prandaj edhe me këto vjen mandej edhe paragjykimi, edhe stigmatizimi që na dimi u bo personave të cilët nuk janë krejt si ne. Fatkeqësisht personat me autizëm po në shoqëni e përjetojnë një paragjykim dhe stigmatizëm, sepse kështu jemi rritë edhe mendojmë që me i largu është shumë ma letë se sa me u ndalë edhe me tentu të paktën me ju ndihmu. Ka raste, unë kom punu në institucionet arsimore dhe ka raste kur ka fëmijë me autizëm rrana klasës, sepse na e dim që në Kosovë ekziston ky sistemi gjithë përfshirës, edhe ka shumë prind që refuzojnë që fëmija i tyre me ullë me fëmijën i cili veç është i diagnostikuar me autizëm. Kjo është shembulli ma tipik i një shoqënie e cila halon që është në gjendje me pranu diversitetin. Na kemi probleme i pranu edhe nacionalitetet e tjera, lërëmohet gjana të tilla. Pra kemi prindër që refuzojnë? Kemi pas rast kur për shembull një prind është anku pse ka një fëmijë tjetër me autizëm në klasë. Do të thotë, ne si psikolog faktikisht kemi tentuar vazhdimisht që me ngrit vetdijen edhe me informu vazhdimisht se pse është një fëmijë me autizëm prezent në klasë, nuk do të thotë që ka me shkaktu, do të thotë diçka negative të fëmija tjetër. Përkundrazi, unë mendoj që ka me rrit nivelin e empatisë, fëmija ka me pranu ndryshimin, do të thotë edhe ka me pa se ekzistojnë do të diversitete të ndryshme, edhe fëmija me autizëm në anën tjetër ka me zhvillu socializimin, ndërveprimin përmes modelimit, imitimit ka me zhvillu shumë shkatësi. Do të thotë momentin që ka gjana pozitive para vetës. Kështu që ka fatkeqësisht, do të thotë ka prind të cilët ankohen pse ka një fëmijë me autizëm klasë, ose që ngritën vetëm për me largu atë fëmijë nga klasa. Kështu që unë uroj në inkuadrimin sa ma shumë do të thotë të fëmijëve me autizëm në sistemin e rregullt. Do të thotë në mënyrë që një farforme edhe ata kanë të drejtën të jenë pjesë e shoqënisë pa dallim. Natyrisht se po. Batje, çfarë do t'i këshillonit prindrit në këtë rast? Shoqërinë në tërësi. Pikë pari të qenë prind vetë, i kisha këshillu që veç me u bo pakës ma empatik, edhe me tentu me vënu vete në puste prindve që kanë fëmijë autik. Kjo kish me qenë e para që u thëmë. Tjetra është që është mirë me lexu pak ma tepër, me njoft pak ma shumë, me ditë që në botë kemi edhe këto raste, me i pranu me dashamirësi, edhe mos me pas asnjë lloj paragjykimi, sepse nuk është sëmundje, që ashtu që tha është psikologja, është veç një formë tjetër e perceptimit botës.
Naile, po si të ndërtojmë një qasje më të informuar ndaj autizmit? Atëherë, qasja do të thotë më informuar fillimisht kish me qenë qëto keq kuptimet, prindrit një farforme mos me lidh çdo vështirësi të fëmijës me autizmin. Më konsultu me profesionistë të fushës edhe me marrë një mendim profesional. Informimi më shumë i masës, ndoshta realizimi i trajnimeve edukuse në për institucione shkollore, informimi i qysh edhe i fëmijëve të vegjël që një fëmijë mundet me qenë ndryshe, edhe neve na duhet me pranu për mënyrën se si është. Do të thotë, mendoj se është një punë e gjatë, e madhe për informim të masës, edhe ndoshta për shkak se prilli është muaj ndërgjegjësim për personat me autizëm, mu po më vjen mirë që sot na po e diskutojna këtë temë që është domethënë goxha larg atij muaji për shkak se çdo ditë prindrit përballen me sfida, do të thotë prindrit e fëmijëve me autizëm, çdo ditë kanë do të thotë një përballje me do të thotë ndonjë vështirësi në raport me fëmijën e tyre. Andaj për shembull kur një prind del në qytet edhe fëmia e ka një sjellje për shkak se don më plotësu një dëshirë edhe prindi nuk e plotson për shkak se din që është një farforme të intervenu për të mirën e fëmijës së tij, informimi i masës, kish me qenë që mos me shiku prindin që pse si t'u ja plotësu çatë dëshirë, se ajo është të e bo më të mirën për fëmijën e vet. Kështu që do të thotë unë uroj ndoshta ende në rritjen e vedisimit edhe më të madhe. Naile, edhe për fund, vonesa në diagnostifikimin e autizmit, a ndikon më pas në trajtim? Jo, për shkak se me fëmijët do të fillimisht specifikohen fushat ku qëndron vështirësia. Edhe do të punohet pikërisht në ato fusha do të thotë drejt zhvillimit edhe pavarësimit të fëmijës. Bazu do të thotë në planin individual i cili hartohet specifik për nevojat e fëmijës. Andaj jo, do të thotë qasja varësisht prej vështirësisë së fëmijës ndryshon, terapia e cila do të thotë punohet me fëmijën ndryshon, mirë po nuk ka ndonjë pikë, është më mirë mos mu diagnostifikuar edhe nuk rekomandohet për shkak se fëmija din me pas ndryshimet më dhaja kur punohet herët, qysh herët me ta. Patjetër se po. Naile, faleminderit shumë për kohën që ndohet për qenë pjesë e emisionit. Matije, faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt dhe informacionet që ndohet me audiencën tonë. Faleminderit, Huvat. Ishte shumë kënaqësi.